Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbritur Kuranin. O Allah, madhroje dëshirën ton ndaj teje. Amin. O Allah, bëre Kuranin dritë në shikimin ton dhe shërim në zemrat tona. O Allah, na largo brengën dhe dëshpërimin nga ne. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyrat tona me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. O Allah, leximin e Kuranit peshoje rënd në peshoret tona. O Allah, bëje të mundshme leximin e Kuranit edhe ditën edhe natën. O Allah, më ringjall me profetin Muhammed dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Amin. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العلي العظيم. Fjala Allahu të lartësuar është e vërtetuar. Surja e 13, surja Ar-Ra'ad, që do të thotë murmurima, është pjesë e gjyzit të pjesës së 12 të Kuranit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I mbështetem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Elif, lam, mim, ra. Këto janë fakte të librit. Edhe ajo që të shpallet nga Zoti yt është e vërtet. Por shumica e njerëzve nuk besojnë. Sa keq. Shumica e njerëzve nuk besojnë. Allahu është ai i cili ka ngritur qiejt pas një shtyll. I shihni, pastaj mbisundoi me gjithësinë, edhe diellin, edhe hënën u ka nënshtruar, secili lëviz deri në afat të caktuar. Ai rregullon tëra çështjet dhe në hollësi shpalon argumentet. Ndoshta bindeni se keni për të dalë para Zotit tuaj. Dhe ai ka bërë tokën të rrafshët dhe në të ka bërë male dhe lumenje dhe nga secili fryt ka krijuar dy çifte.
të gjinisë së kundërt. Natën e mbulon me ditën. Në këtë padyshim ka argumente për njerëzit që mendojnë. Në tokë ka vende që kufizohen njeri me tjetrin dhe ka kopsht edhe me hardhi, edhe arra, pemë, me shumë filiza, ujiten nga i njëjti ujë, por frutin e disave e pëlqejmë më shumë për të ngrënë se të disa tjerave. Në këtë ka me të vërtet argumente për njerëzit që kanë mend. Dhe nëse çuditesh, ani, janë për çudi fjalët e tyre. A thua një mend kur të bëhemi tokë do të jemi sërish të krijuar? Ata janë të cilët nuk besojnë në Zotin e tyre. Dhe ata janë në qafat e të cilëve do të ketë zinxhir dhe janë banor të xhehenemit, ku do të mbesin për gjithmonë. Ata prej teje më parë kë prej profetit, pra kanë kërku, Zoti flet me profetin, këtë muhabet Zoti e bën me profetin, përmes Xhebrailit. Por kjo do me thonë që edhe na, kur e lexojmë Kur'anin, jemi duke fol me Zotin, Zoti neve po na fol. Prandaj na duhet ta pranojmë pa asnjë paragjykim, njëherë ta pranojmë fjalën e Zotit, e pastaj ta reflektojmë me veten tonë. Aq sa kemi kapacitet, aq do ta kuptojmë. Sepse shumë njerëz kanë thonë që kur e kanë lexuar për herë të parë Kur'anin, pothuajse hiç se kanë kuptuar. Po kur kanë lexuar për dytën, për tretën, për katërtën, me të vërtet janë dashuru në këtë libër dhe kudo që e kanë hapë për ndonjë punë, për ndonjë udhëzim, e kanë lutë Zotin dhe e kanë hapë Kur'anin, aty i ka dhënë Zoti një isharet, një shenje se kjo është një udhëzim për ty. Ata, o Muhammed, prej teje më parë kërkojnë të keqen se sa të mirën. Por asi shembush ka pasur edhe përpara atyre. Zoti yt u afal njerëzve përkundër mizorive të tyre. Por Zoti yt një mend është dhe edhe dënon ashpër. Pra i tregon profetit që edhe para teje ka pas populli i Salihit, Lutit, Nuhit, Hudit, krejt Zoti i kanë dëshku. Po a thu, neve pse s'po na ndëshkon Zoti, na jemi musliman, edhe na jemi gabimçar, jemi mëkatar, të mdhej bile. Po Zoti ka premtu, thot, ja Muhammed, ummetin musliman, kombin musliman, do ta përcjelli deri në ditë kiametit, e aty këtu do t'i ndëshkoj, o me luftra, o me mospajtime, o me tërmetet ndryshme, dukuri natyrore e tjera e tjera. Dhe ata nuk besojnë, thonë, pse nuk i dërgohet nga Zoti i ti një mrekulli? Ti je vetëm qortues dhe çdo popull ka një udhërrëfyes. Për mi besu profetëve, që kanë qenë pejgamber të dërguar të Zotit, ata i kanë thonë, jo, na nuk besojmë. Gjithmonë u desht me tregu një mrekulli. Për shembull, një mrekulli e Ibrahimit a.s. ka qenë që ai kur e ka marrë me prej djalin e vet me bë kurban, Zoti ja ka sprovu premtimin dhe bindjen e tij dhe nuk e ka leju që me thik me prej kurbanin, po ja ka pru një kurban dash hynor. Ose Isa a.s. Jezusi, Isa a.s. Mesihi, a i ka pas mrekulli që i ka prek të vdekurit dhe janë rinë gjallë. E tjera. Musa a.s. kër e ngriste dorën, dora ju bënte nur, drit, shkëlqente, jepke drit hynore, ose gjunte shkopin, u bënte kobra, u bënte gjarpër e tjera. Tash këta i thënë profetit, thotë, nëse ti je profet, thotë, çfarë profeti je ti vetëm me na qërtu, me na tregu? Thotë, se Zoti ti nuk ta dha një mrekulli. Ti je vetëm qërtues dhe çdo popull ka nga një udhërrëfyes. Ua!
Allahu e di se çka bartë çdo femër dhe se çka zvoglohet e çka shtohet në mitrat e tyre, se ai çdo send ka mas, për çdo send ka mas. Ai di botën e padukshme dhe të dukshme, i madhi i lartmadhërishmi. Tek ai jeni një lloj, si ai që flet ngadalë, si që ai që flet me zë, edhe kush fshihet natën, edhe kush hec ditën. Pra çdo send Zoti e din. Çka nën kuptojmë? Çka ka dash Zoti me thonë me këtë? Zoti ka dash me thonë me këto që Muhamedit, profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ja kemi dërgu Kuranin që është mrekullia më e madhe që ka pas ndonjë profet. Pra nuk ka pas asnjë profet. Prandaj, o Muhammed, Zoti thot, të gjithë profetëve para te i kom dërgu mrekulli, edhe profeti madje ka pas disa mrekulli, po nuk i ka shpalos atë shumë, për arsye se ka dashur ta qethë në shesh mrekullin e ti, fjallën e Zotit. Kjo, pra thot, o Muhammed, ky Kurani është mrekulli, por jo vetëm për ty, por edhe për të gjithë ata që i binden edhe e pasojnë. Edhe me të vërtet, çdo kush e gjen veten në Kuran, për mja qelë Zoti një dritë, një nur, një dituni, që ndoshta jetën e ti kam ja shpëtu, ndoshta milioner kam e ba. Prandaj, Zoti thot, o Muhammed, ty ta kam dërgu Kuranin, Kurani është mrekulli që i kaplon zemrat e njerëzve. A i keni pa në për video kur ja vendosin të krishterëve që kur s'kan dëgju Kuran, ja vendosin ato kufjet në vesh, edhe ata thonë, kur e fillojnë me dëgju Kuranin, leximin e Kuranit, zemrat e tyre i qetësohen, thënë, wow, what a beautiful voice, çfarë zoj bukur, e tjera, e tjera. E merrem me mend me lexu në gjuhën e juaj. Prandaj po ju them, merrni, lexoni, mos lexoni libra tjerë, libra romane, novela, libra psikologjisë e tjera, të gjitha i keni këtu edhe më të mira, por vetëm lexoni që ato që i keni obligative, shkollore, universitare, se për ndryshe nëse nuk e ke lexu Kuranin dhe ke vdek, ke me dhonë përgjithësi para Zotit. Vazhdem. Ai e di botën e padukshme dhe të dukshme, i madhi i lartmadhërishmi. Të ai jeni një lloj, si ai që flet ngadalë, si ai që flet me zë, edhe kush fshihet natën, edhe kush hec ditën. Ai njeriu ka përcjellje përpara atij dhe pas. Ato i ruajnë me urdhërin e Allahut, njeriu pra edhe përpara, engjëjt i kemi, edhe mrapa. Allahu nuk e ndërron një popull derisa ata vetveten nuk e ndërrojnë. Dhe kur Allahu do ta dënojë një popull, atë s'ka kush që e zbrapsë. Nuk kanë ata asnjë mbrojtës përveç Allahut. Pra, Allahu nuk e ndryshon një popull nëse na nuk ndryshojmë vetë. Nëse në një pozitë kemi një kryetar, hajnë, një kryeministër, hajnë të korruptuar, ku ta di, atër kriminel, mbytës, vrasës, atër të jemi të sigurt se edhe shumica e popullit jemi të tillë, edhe nëse nuk vrasim, kemi një dozë të hajnis, të korrupsionit, sepse ti nëse punësohesh me nepotizëm përmes familjes, përmes njohshmëve që i ki, të njohtur që i ki, atëherë ti ndoshta nuk e ki një diplom, ku ta di unë me një shkollë private që ndoshta as nuk e unë në tavolinë si mas luftës që janë blet diplomat, dhe ka pas student shumë të mirë, po që janë detyru ose me marrë me u bë punëtor krahu me gjetë kafshatën e gojës në për Evropë, në për botë, ose është detyru me punu kamarjer, ndërka që ti që ndoshta se ke kry një fakultet që shduhet, por për shkak njohësisë që ke pas e ke zonë vendin e ti, atëherë ti je i korruptuar njësoj si kurse ai person që ty të ka punësu. Prandaj Zoti thot, Zoti nuk e ndryshon situatën e një popullit, derisa na vetë nuk ndryshojmë.
Rinia sidomos duhet me luftu, vetën e vetë me ndryshu me kulturë, me civilizim, me disciplinë, sepse pa disciplinë nuk ka civilizim, nuk ka qytetërim. Prandaj edhe thot, Zoti pra nuk e ndryshoi situatën e një populli, derisa ju nuk ndryshoni dhe Zoti do ta dënojë atë popull. Nuk kanë ata asnjë mbrojtës përveç Allahut. Dhe Zoti kur don një popull me shkatëru, e shkatron. Por nuk e bën ai nga hidhërimi, po e bën nga vetë dëshira e atij popullit që kanë bërë krime. Ai është i cili ju shfaq vetëtimen për friksim dhe kërshëri dhe krijon vranësira të mëdha të dendura. Prandaj vetëtima përmendet në ajetin e 12 edhe surja emrin e ka vetëtima. Edhe murmurimat e lartëson me lavdatën e vetë ata. Kur murmuron shumë, nuk duhet me u frigu ose me thonë diçka wow tuta sen, po vetëm me njerë. Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Elhamdulillahi rabbil alamin. Kur murmuron, sepse Zoti po thot, edhe murmurima e lartëson dhe me lavdatën e vet atë Allahun. Edhe engjëjt nga friga ndaj tij, edhe engjëjt e lartësojnë. Dhe dërgon rufet edhe me të godit këtë doj Allahu. E ata prap diskutojnë për Allahun, por ai është i fortë për çdo send. Ka pas raste 2 persona duke hecë rrugës, njërin e ka kap murmurima, e ka djeg, e ka bë për vdekje, tjetri afër tij ka qenë, ka shpëtuar. Dhe këtu Zoti tregon, a nuk janë këto argumente për juve që unë ekzistoj? Prandaj thot profeti, ti çortoi, tregoi rrëfeja. Vetëm ai është i denjë për lutje, kurse atyre që në vend të tij u lutën tjetër kujt, nuk do t'u përgjigjen fare. Në vend se më lut Zotit, na i lutemi birit Zotit, Allahu na ruaj, Jezu Krishtit, thotë nuk do t'u përgjigjen fare, ashtu siç nuk do t'u arri as uji në gotën e tyre, të cilët vetëm shtrin duart. Lutja e mosbesimtarve është vetëm humbje. Allahu t'i bëjnë sejdë të gjithë që janë në qiell dhe në tokë, dashtë e padashtë, madje edhe bijtë e tyre në mëngjes dhe në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Thuaj, Allahu. Thuaj, apo merrni pra në vend të atij Allahu tjetër mbrojtës që nuk munden të bëjnë vetës dobi e as dëm? Thuaj, a janë një lloj verbëri dhe ai që sheh, ose a janë një lloj terri dhe drita, apo i kanë bërë Allahut shok ato që i krijojnë si krijesat të tij dhe krijimi u përngjan. Thuaj, Allahu është krijuesi çdo sendi dhe ai është i vetmi ngadhnimtar. Do më thënë, ju i krijoni vetë ato zotra me duart e juja, ato idhuj, dhe ata nuk ju përgjigjen juve, vetëm e shete kërcëzuar në kryq, me një leck përpara, me gozhda në përduar, dhe nuk ju përgjigjet. A Zoti thot, as nuk e keni mbytur Jezusin, as nuk e keni gozhduar, por juve ju është dukur. Dhe ka që Jezusin, unë e kom marë, Isen a.s. unë e kom marë në lartësi. Prandaj thot Zoti, shushi luteni atyre zotrave që vetë i keni kriju, i keni gdhënd. A i lëshon shiun nga qielli dhe lumenjet me mas që rjedhin shtretërve të tyre, kurse vërshimi bart një shkum që noton mbi sipërfaqe, edhe në ato që ka shkrin ata në zjarë për të përfituar stoli për arin, do me thonë, ose mjete pune. Ka gjithashtu metaljet e ka në pyetje. Ka gjithashtu shkum të ngjajshme, pra edhe metalet kur shkrihen kanë shkum të ngjajshme. Edhe ari kur hyn në flak, ai vërtet digjet, mirë po e qet për jashta disa grimca metalike që arin e lajnë të pastër.
Këtu krejt Zoti I jep këto argumente. Ashtu Allahu I ballafaqon të vërtetën me të pavërtetën. Shkuma hidhet, ndërsa ajo që është e dobishme për njerëzit mbetet në tokë. Ja, ashtu Allahu u sjell shembuj. Më lart, Zoti tha se nuk ja pranoi lutjet e pabesimtarve. Ata janë humbje. Është një rast, po përmendet shkuma këtu, shkuma e detit. Tash është pyetur profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Dhe thotë për pabesimtarin, pasuria kësaj bote është sikurse valët e detit. Ato ngriten shumë lart, janë shumë të mëdha dhe kur afrohen në bregdet, ato mbesin vetëm shkumë, asgjë tjetër. Sikurse te metalet që thot Zoti prap shkuma, ai metali mbetet në thellësi, por shkuma mbetet përmi. Ose edhe të lynin gjalpin kur e shkrim, a keni pa? Gjalpi që është maj dobishëm, që është me të vërtet një begati bereqeti madh, ajo mbetet poshtë tenxherës, ndërka që përmi bëhet shkuma. Edhe shkuma e ka domethënien e vet. Ndërka që thot besimtari thot është sikurse ai oqeani që valvitet, është shtres uji dhe në fund thotë gjinden perlat e ndryshme, pasuritë e mëdha. Pra prej guacës ka ato perlat gurtë e çmueshëm. Dhe thot puna e besimtarit është sikurse perlat në fund të detit. Ndërka që puna e jo besimtarit është sikur shkuma, duket shumë e madhe, po kur vjen bregdet bëhet shkumë edhe kur gjasmetet prej saj. Ndërka që besimtari kur punon puna e tij me halal, me të mira, me besim në Zotin, puna e tij është sikurse floriri në fund të detit dhe shpesh herë trazohet dhe del në bregdet ato guacat apo njerëzit I zojnë me mënyrat e ndryshme, I të bëjnë dhe kështu pra pasuria e besimtarit metet trashëgimi gjenerat pas gjenerate. A pa besimtarët e kanë si valët e detit në fund kur gjahit. Vazhdojmë. Edhe në ato çka shkrin ata në zjarë për të përfituar stoli ose mjete pune, ka gjithashtu shkumë të ngjashme. Ashtu Allahu I ballafaqon të vërtetën me të pavërtetën, shkuma hidhet, ndërsa ajo që është e dobishme për njerëzit mbetet në tokë. Ja Allahu, ashtu Allahu u sjell shembuj. Për ata që I përgjigjen Zotit të vet, ka shpërblim të mirë. Kurse ata që nuk I përgjigjen, sikur të ishte e tyre gjithçka në tokë, edhe aq më tepër patën me dhënë për kompenzim, ata I pret llogari e rënd, vendbanimi I tyre është xhehenemi, sa shtroje e tmerrshme është. A mos është një lloj ai që e di se ajo që të shpallet nga Zoti yt është e vërtet, sikur ai që është I verbër. A është një lloj, e pyet profetin, edhe ai që është I verbër nuk don me ni për fjalën, nuk don me pa argumentet e Zotit, a është I njëjtë, e pyet. Ndërka që këshillën e pranojnë vetëm të mençurit. Pra këshilla e Kuranit nuk mundet me e pranu të lishfar të rollaku. Ai lypët shumë u bind, ma shumë anon nga ana e shejtanit. Ata të cilët zbatojnë besën e Allahut dhe nuk e thejnë marrveshjen, dhe ata të cilët respektojnë atë që ka urdhëruar Allahu që të respektohet dhe I drojnë Zotit të tyre dhe I friksohen llogarisë së rënd, edhe ata të cilët durojnë për të arritur simpatinë e Zotit të tyre dhe që kryejnë faljen dhe nga ajo që u japim shpërndajnë fshehtazi dhe haptazi dhe të cilët të keqen e kthejnë me të mirë,
ata do t'i pres një përfundim i mirë. Kopshtet të Adënit, Adën është një kopsht në xhenet, ku do të hyjnë ata dhe kush ka bërë mirë nga prindërit e tyre, edhe gratë e tyre, edhe farefisi i tyre, kurse nga të gjitha dyert engjujt do të hyjnë tek ata. Pra, jo vetëm ata vetë persona që kanë bërë mirë, po edhe gratë e tyre, edhe fëmijët e tyre, edhe prindrit e tyre. Paqja qoftë mbi ju, Esselamu alejkum bima sabertum, e ka përkthy Shqipra, paqja qoftë me ju, për atë që keni duruar, po sa vendbanim të bukur keni fituar. Kurse ata të cilët e kthejnë besën e Allahut, edhe e thejnë besën e Allahut, edhe pasi që seriozisht e kanë dhënë fjalën, pra kanë thënë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, ja kanë dhënë besën Zotit, edhe kanë dhënë fjalën, dhe atë që ka urdhëruar Allahu të respektohet, e mirënjanojnë dhe bëjnë turbullia, pra që ka urdhëru Zoti mu respektu, këta e qesin anash, hajt bre fjala Zotit, ka thënë Zoti, ase ka thënë Zoti, kanë dyshimet e veta, respektohet, e mirënjanojnë dhe bëjnë turbulira në tokë, ata janë që i pret mallkimi dhe vendbanimi më i keq. Allahu këtë doni e furnizon me shumicë, ose ja shkurton riskun. Ata i gëzohen jetës në këtë botë, kurse jeta në këtë botë, krahasuar me botën tjetër, është vetëm një kënaqësi kalimtare. O njerëzit që nuk besojnë në botën tjetër, thonë, ajde bre kënaqëm këtë botë, një jetë e ke. Zoti na rujt për ata që thonë, një jetë e ke, një jetë nuk e kemi, po e kemi edhe një botë tjetër, e cila shumë më e mirë, thotë, se kjo botë e kësaj bote që është kalimtare, kjo jetë e kësaj bote. Mos besimtare thonë, përse ati nuk i ka ardhur nga Zoti i ti ndonjë mrekulli? Thuaj, Allahu e lën të humbur këtë doj dhe për udhën e të drejtë atë që vazhdimisht i drejtohet. Shikoni, këtu është pak dilem. Allahu thot e lën në humbje këtë doj dhe këtë doj e udhëzon. Por, shikoni, në këta jetë, tamam theksohet, e vendose për udhën në të drejtë atë që vazhdimisht i drejtohet Zotit me namaz, me falenderim, me fjalë të mira, me një lexim të Kuranit, ti vetëm kur të lexon Kuran ti i drejtohesh Zotit. Prandaj, ata të cilët nuk e duan fjalën e Zotit, Allahu thot se me i drejtu ata kur ata nuk po angazhohen për ta kuptu, për ta besuar fjalën time, sepse ti nuk mundesh, dikush thot, mua mjafton vetëm Zotin me njoft, jo zemër nuk mjafton vetëm Zotin me besu, sepse po prap mirë, hajde që po e beson, sepse ti Zotin nuk e njeh, prandaj ti duhet ti drejtohesh Zotit, ta njofësh Zotin, së paku 99 emra i ka, hajde mas i pëthu që unë i besoj Zotit, tregoma një cilësi të Zotit, një sifat të Allahut. Vazhdojmë. Atyre që friksohen nga Allahu, është premtuar asi parajse, me fryte dhe hije të përhershme, ku do të rjedhin edhe lumenjet. Ai është shpërblimi atyre që friksohen, ndërsa përfundim i mosbesimtarve është zjarri. Dhe ata të cilëve tu kemi dhënë librin, ja kemi dhënë Kuranin, gëzohen për atë që të shpallët ty, por ka disa nga aleatët që pjesërisht e mohojnë, do më thënë, ki prej atyve shokve tu, që gëzohen që tu ka dhënë ty Kurani, po ka dhe disa prej aleat, shokve tu, e tjerë, sot të cilët e mohojnë dhe Kuranin, po pjesërisht e marrin. Thuaj, unë jam i urdhëruar që të adhuroj Allahun dhe mos t'i bëj shok. Unë tek ai ju thërras dhe tek ai do të kthehemi. Dhe ne ashtu e kemi shpallur atë Kuranin, urtësi në gjuhën arabe, por nëse ti pason dëshirat e tyre,
pasi që të ketë ardhur dienia, informata, nuk do të kesh mbrojtës e as ndihmës të Allahut. Nëse për shembull një grup njerëzish jetojnë me një xhungull, edhe nuk i ka ardhur fjala e Zotit, normal ata janë gjysmë lakuriq, por janë të zhveshur, nuk falin namaz, nuk i besojnë ndoshta Zotit, po i besojnë një krye plakut katundit, e tjera, të ati vendit, të asaj xhungle. Çka thot Zoti? Ju do të jepni përgjegjësi të Allahu, aq sa ju ka ardhur fjala e Zotit. Prandaj, nëse ty sot ka ardhur fjala e Zotit, me që këtë ligjëratën time, të jesh i sigurt se do të pyetesh. Prandaj, merrni, lexoni, spaku një faqe Kur'an brenda ditës, keni me pa sa ka me ju ndryshu jeta juaj. Edhe përpara teje kemi dërguar profet, çka tha Luan? Po valla, kishëm dash një zafran. Edhe përpara teje kemi dërguar profet dhe u kemi dhënë gra edhe familje. Dhe asnjë profet nuk ka sjell ndonjë mrekulli pa lejen e Allahut. Çdo brez ka një libër. Allahu fshin çka të doj dhe ngulit përforcon çka të doj. Te ai është libri Amza. Qoftë të tregojmë ty diçka nga ajo që po u premtojmë, qoftë të marrim jetën, detyra jote është ta kumtosh, kurse jona të kërkojmë llogari. Zoti i thot, ty nuk t'intereson a ja shtojmë dikujt jetën, apo ja marrim jetën, apo dikujve diçka i premtojmë, ti o profet mos u brengos për popullin tanë. Detyra është, e jotja është t'ja kumtosh, të ja thuash fjalën e Zotit, ndërkaq e jonja e Allahut është që ai ka me kërku llogari prej neve. A nuk shohin ata se ne e ngushtojmë tokën nga të gjitha anët? Allahu gjykon, askush nuk mund t'ia thej gjykimin dhe ai është llogari shpejtë. Kanë thurur kurtha, edhe ata para tyre, por se të tëra kurthat janë në dorë të Allahut. Ai e di se çka meriton secili prej tyre që ka bërë kurtha. Edhe mosbesimtarët do ta dinë se vendbanimi i kujt është më i miri. Ata që nuk besojnë thonë, ti nuk je profet, thuaj, për dëshmitarët ndërmjet nesh mjafton Allahu dhe ai te i cili është dija e librit. Kush ka libër? Nëse une nuk jam i dërguar i Zotit, profeti vërtet, kush ka librën e Zotit, që po ju bindi me këto fjalët e Zotit? Fjala ta shikojmë edhe sa kam falë. Edhe një 5-6 faqe. Vazhdojmë te surja Ibrahim. Në emër të Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Ra. Librin ta kemi shpallur që me lejen e Zotit të tyre ti nxjerrësh njerëzit nga terri në dritë, në rrugën e të fortit dhe të lavdruarit. Allahu të cilit i takon gjithçka, është në qiej edhe gjithçka që ka në tokë. Njerë mosbesimtarët nga dënimi i rëndë. Ata të cilët jetën në këtë bote duan më shumë se të asaj bote dhe shmangen nga rruga Allahut dhe kanë tendenca ta shtrembërojnë, ata janë në devijim të plot. Ne, pra këtu flet për njerëzit të cilët edhe sot kemi këta njerëz që dëshirojnë t'i shmangin njerëz nga fjala e Zotit. Ne nuk kemi dërguar diçka, po kërkon në shtukshur ka dritarja që kjo maca. Mos ka nai shenj nai sharet. Ne nuk kemi dërguar asnjë profet që ai për t'ia shpjeguar të mos ketë folur me gjuhën e popullit të vet. Por Allahu lë në humbje këtë doj dhe ia tregon rrugën e drejtë kujt të doj. Ai është i fortë dhe i urtë. Edhe Musaun e dërguam me argumentet tona
nxirre popullin tënd nga terri në dritë, falënderit, dhe tërhiqu vërejtjen për ditët e Allahut. Në këtë ka me të vërtet argumente për secilin durimtar mirënjohës. Dhe atëherë Musa i tha popullit të vetë: kujtoni dhuntit, bereqetet e Allahut, kur ju ka shpëtuar nga familja e faraonit që ju maltretonin me dënim më të keq, u athernin djemtë dhe u alinin vajzat, në jetë vajzat. Ajo ka qenë spërov e madhe nga Zoti juaj. Dhe kur Zoti juaj kumtoi, nëse jeni mirënjohës, unë gjithsesi do t'ju shtoj edhe më tepër. Por nëse mohoni, edhe dënimi im është i tmerrshëm. Nga këto sure mësojmë se mirënjohja është një prej virtyteve më të mëdha njerëzore që na para se mu lut Zotit, duhet që të jemi Zotit: o Zot, faleminderit për këto që mi ke dhënë, dhe pastaj kërkojmë kërkesat e tjera që i kemi. A nuk ju ka arritur juve informata për ata para jush, për popullin e Nuhit dhe për Adin edhe Themudin, këta kretë popull që kanë ardhur brenda kohësh, edhe ata pas tyre? Vetëm Allahu i di, profetet e tyre u kanë sjell argumente, kurse ata i venin duart e veta në gojët e veta dhe thoshin: ne e mohojmë atë që të shpallet ty, dhe ne shumë dyshojmë në atë në çka na thërrisni. Profetet e tyre thonin: a në Allahun keni dyshim, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ai ju thërrete që t'ju fal juve disa mëkate dhe që t'ua anuloj deri në afatin e caktuar. Zoti po thot: udu jestejib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Prandaj vëllezër, motra të nderuar, çdo ditë para namazit, para se me hyrë namaz, estakfirullah ve etubu ilejk, o Zot, unë pendohem në ty të drejtohem, edhe bën estakfirullah 100 herë me të spi, edhe i mendon gjunahet mëkatet e tua çka i ke bë. S'ki nevojë me i fol. Ata i thanë: ju jeni vetëm njerëz sikurse edhe ne, për pejgambert pra, që doni të na shmangni prej atyre të cilve u janë falur të parët tanë. Po hajde, na sillni një mrekulli të qartë. Domethënë, ju jeni njerëz se kur na nuk jeni të dërguarët të Zotit. Po ju po doni me na largu prej besimit baballarëve tanë. Ne jemi njerëz sikur edhe ju, u thoshin profetet e tyre, por Allahu u jep mirësi kujt të dojë nga robërit e vet. Ne nuk sjellim asnjë mrekulli pa lejen e Allahut, dhe besimtarët vetëm te Allahu le të mbështeten. Dhe pse të mos mbështetemi te Allahu kur ai na ka trasuar rrugët tona? Ne një mend me durim do të përballojmë mundimet që na bani ju neve, i thot pejgamberi. Dhe ata që din ku të mbështeten, vetëm te Allahu le të mbështeten. Mos besimtarët u thoshin profetëve të tyre: do t'ju përzëm nga vendi ynë, ose do të ktheheni në fen tonë, kurse atyre Zoti i tyre u ka kumtuar: ne pa tjetër do t'i shkatrojmë mizorët. Pra, pa besimtarët thotë: kemi mju kthy në fen tonë edhe ose kemi mju largu nga ky vend. Dhe pas tyre do t'ju vendosim në tokë. Njësoj sikurse edhe sot, nëse e lidh situatën e sotshme me të dikurshme, edhe sot për shembull këto lidhja e Deçanit, çka ishte ajo grupi Deçanit, ata thënë: hajde ju çka jeni me Shamia, shkoni në Turqi, shkoni në Arabi, nuk jeni shqiptar, e tjera. Pra njësoj si që kanë thënë profetëve, ju po thotë që po na mohoni zotna ton, që po të tregoni popullit për besimin në Allah,
thot juve ose do t'ju përzëm nga vendi, ose do t'ju dëbojmë, ose do t'ju shkatrojmë pra. Dhe kështu, ose do t'ju kthejmë në fenë e tyre, që thënë këta të Deçanit, kthehuni në fenë e të parëve. Njësoj, në ajetin kuranor që ka. Dhe pas tyre do të vendosim në tokë, pra Allahu thot pa tjetër do t'i shkatroj mizorët, ata që kështu pra i kushtëzojnë njerëzit. Dhe pas tyre do t'ju vendosim në tokë, ajo është për ata që i tremben daljes para meje dhe kërcënimit tim, dhe ata kërkuan ndihmë, kurse çdo mendje madh e ka pësuar. Do më thonë pasi që Zoti ja ka dërgu shkatrimin, se kjo po lidhet me ajetet më lartë. Sepse pret xhehenemi, ku do të pi ujë të qelbosur e të valë. Do të përbinë, por asesi nuk do të mund të gëlltisin, dhe vdekja do të vijë nga të gjitha anët, e nuk do të vdesë, atë e pret prapa dënimi rënd. Shembulli atyre që nuk besojnë Zotin e tyre, veprat e tyre janë sikur hiri, të cilin e derdhë puhia në ndonjë ditë me furtunë, kur nuk fitojnë asgjë për veprat që kanë bërë, ajo pra është humbje e madhe. A nuk e sheh se Allahu ka krijuar qiejt dhe tokën me urtësi? Nëse do, juve ju heqë dhe sjell popull të ri. Ajo nuk është e rëndë për Allahun, edhe të gjithë do të paraqiten para Allahut, dhe ata që kanë qenë të shtypur do t'u thonë kryelartëve, ne kemi qenë idhtarët tuaj, a mundenin do pak të na lehtësoni dënimin e Allahut, të na kishte udhëzuar Allahu neve, thonë ata, edhe ne do t'ju udhëzonim. Krejti një lloj është, qoftë të ankohemi ne, apo të durojmë për ne më nuk ka rrugë shpëtimi. Dhe pasi të zbatohet urdhëri, djalli thot, Allahu u ka dhënë premtim të vërtet, kurse unë ju kam premtuar dhe u kam tradhtuar, do më thënë, edhe Zoti e ka dhënë edhe shejtani, po i beson që Allahu ju ka dhënë premtimin e vërtet, hecni rrugës Zotit, bëni vepra të mira, besoni Zotit, mos i besoni idhujve, etjera, thot. Allahu thot ju ka dhënë premtimin dhe e ka zbatuar, ju ka dhënë premtimin se do t'ju dërgohen besimtarët në xhenet. Por thot, edhe unë ju kam dhënë premtimin, por ju kam tradhtuar. Shejtani, ha? Unë nuk kam pasur kurfar pushtetin mbi ju, vetëm se ju kam thirrur dhe ju më jeni përgjigjur. Prandaj mos më çertoni mua, por vetveten, se as unë nuk mund t'ju shpëtoj, e as ju nuk mund të më shpëtoni mua. Unë e mohoj ata që ju më parë më keni konsideruar të barabart me Allahun. Mos besimtarët padyshim i pret dënim i dhëmshëm. Kurse ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, me lejen e Zotit të tyre do të dërgohen në xhenete, kur rrjedhin lumenjë dhe aty do të vendosen përgjithmonë. Përshëndetja e tyre është paqe, selam. A nuk e sheh se Allahu sjell shembull fjalën e mirë, sikur pemën e mirë, rrënja e së cilës është e ngulitur fort, kurse degët i ka lart ka qielli. Me leje të Zotit të vet i jep frytat e veta në çdo kohë, dhe Allahu u sjell shembull njerëzve, ndoshta do të mendojnë. Pra, njeriu që bën vepra të mira, ai pra është sikurse një dru i cili ka lëshuar rrënje dhe degët i ka të ngritura lart dhe jep fryte. Kurse shembulli i fjalës së keqe është si pema e keqe, që është nxjerrë nga sipërfaqja e tokës dhe nuk ekziston më.
Allahu do t'i forcoj besimtarët me fjalë të forta, edhe në këtë, edhe në atë botë, kurse mizorët do t'i lërë në humbje. Allahu bën që të doj. A nuk i sheh ata të cilët dhuntinë Allahut ja kthejnë me mosbesim, dhe popullin e vet e sollën në shtëpinë e shkatërimit, në xhehenem, ku do të digjen sa vend banimi të mërshëm është ai, dhe Allahut i kanë bërë idole për t'u shmangur nga rruga e tij. Thuaj, kënaqeni se me siguri do të përfundoni në zjarr. Thuaj ju, pra kënaqeni në këtë botë, se me siguri në zjarr keni me përfundu. Thuaj robëve të mi që kanë besuar, le të kryen namazin, le të japin sadaka, fshehurazi dhe haptazi nga ajo që u japim ne, para se t'ju vjen dita në të cilën nuk do të ketë as tregti, as miqësi. Allahu është ai i cili ka krijuar qiejt dhe tokën, ai lëshon nga qielli ujë, dhe me të nga frutet nxjerr ushqim për ju, dhe ju a vë në shërbim anijet, që me urdhër të tij të lundrojnë nëpër dete, dhe ju nënshtrohen edhe lumenjet. Dhe juve ju ka vënë në shërbim diellin edhe hënën për gjithçka, dhe ju ka nënshtruar natën edhe ditën. Pra Zoti neve na ka dhënë në shërbim vetëm edhe 2 faqe. Dhe nga tër ajo që ka lypni prej ti, u a jep prej Zotit, dhe sikur ti numronit dhuntit e Allahut, s'do të arrinit ti dilni në fund. Njeri është me të vërtet mos përfilës, mohuës mos mirënjohës. Dhe kur Ibrahimi tha, o Zoti im, bëre këtë qytet të sigurt, dhe më ruaj mua edhe bijtë e mi, që të mos adhurojmë idolet, pra Mekën, Medinën. Aty pra Mekja ka qenë vendi i sigurt, ka kërku Ibrahimi, se aty e ka ndërtu Qaben. O Zoti im, pra vazhdon lutja. O Zoti ynë, unë disa pasardhës të mi i kam vendosur në një lugin, pra Ismailin, që Zoti tash është koha e haxhit, që e vendos në vendin ku është sot Qabja. Lugin, ku nuk mbillet asgjë, te tempulli i shenjtë i yti, pra nuk është toka pjellore që me mbjell diçka, por unë në disa pasardhës të mi, që na jemi pasardhësit e Ibrahimit, po ka fillu prej Ismailit, pra disa pasardhës të mi i kam vendosur në një lugin ku nuk mbillet asgjë te tempulli i shenjtë i yti, për të kryer faljen. O Zoti ynë, prandaj bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të qenë mirënjohës furnizoj ata me frute, pra me pasardhësit e Ibrahimit a.s. bën që zemrat tona të mallëngjehen për pasardhësit, pra që është profeti Muhammed, familja e profetit, pra sardhësit e profetit, dhe për ata që janë mirënjohës dhe furnizoj ata me frute. Pra po është lutja Ibrahimit, o Zoti ynë, ti me siguri e di se çka fshehim ne dhe çka shfaqim haptazi. Për Allahun nuk ka gjë të fsheht, as në tokë, as në qiell. Qoftë lavdruar Allahu i cili në pleqëri më fali Ismailin dhe Ishakun. Zoti im, një mend i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve. O Zoti im, më bën mua dhe ata nga pasardhësit e mi të kryen faljen dhe prano, o Zoti ynë, lutjen time. Për prindrit të cilët brengosen pse fëmijët e vet nuk e kryen faljen,
Kjo pra është surja Ibrahim, verseti i 40. Ky verseti 40 është tamam për këtë rast, ku thuhet Rabbi ij'alni muqime salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal dua, që do me thënë, pra kjo është lutja e veçantë që ka bo Ibrahimi për fëmijët e vetë, që janë bo pejgamber, e na shpesh dim të dëshpërohemi. Një ditë më ka ndodhur dy shoqe flasin me njëna tjetrën, unë isha prezent, edhe të ajo që kemi shku me vizitu, ajo u lëvdonte dhe neve na vinte shumë mirë, tha, elhamdulillah, Zotit, këtë fëmijët i kam në namaz. Ndërka që tjetra ju anku, tha, vajzës teme, djali teme, me ja përmend namazin si shejtanin me ja përmend. Edhe ajo ishte shumë besimtare dhe gjakonte, do më thonë, kishte dëshirë që fëmijët e vetë me qenë gjithashtu me namaz. Sepse namazi fëmin e runë prej kretë këqijave. Namazi nuk e len fëmijën me hynë për lloj-lloj vende ku përdoret harami e tjera. Dhe ajo, adini që në tha, edhe une isha, edhe aty ishin ajo shoqja tjetër, 3 shoqe të ngushta ishin me një dhëmë. Ajo tha, e kom dëgju prej një hoxhe që tha, Ibrahimi a.s. është lutë për fëmijët e vetë, me këtë lutje që Zot, o Zot, bëni që fëmijët e mi të jenë pasardhësit e mi që ta kryen namazin. Tha edhe unë, tha, kur e kom dëgju këtë hoxhën, ta në kohën Zotit, kur nuk i kam thënë fëmijëve, që një falë një namaz, po gjithmonë jam lutë me këtë ajet kuranor. Pra, ky ajeti është në i 40 në surën Ibrahim. Prandaj, prindrit shpesher brengosën, por na nuk kemi përgjithësi tek fëmijët e tanë, deri në moshën 18 vjeçare, në moshën 7 veç duhet me qenë edukimi i atyve gjonave praktike, sepse jeta nëse nuk ka disciplin, nuk kuraj fëmija jot nuk ka me qenë i civilizuar, i qytetëruar, i ngritur. Prandaj fëmija nga aspekti praktik dhe i ndjenjave, emocioneve, ngritjes shpirtërore, nuk mundet në këtë kohë, por vetëm nga aspekti praktik duhet me mësu fëmijën si duhet me mbajt pastërtin, me fillu për pastërtis, në të folur, në trup e tjera. E pastaj, deri në moshën 18 vjeçare, 14 ma shumë, prindrit janë përgjegjës për fëmijët e vetë, sepse fëmijët i imitojnë prindrit e tyre. Po ka raste kur edhe pejgambert kanë pas fëmijët e devijuar, por Kurani shumë mirë na tregon që thotë fëmijët i keni sprov, pra fëmijët e ju janë sprov për juve. Ka edhe një verset kuranor thotë ku fëmijët e ju janë armiqtë e juj. E kështu me radhë, prandaj na si prindër duhet kur mos me u dëshpëru, edhe gjithmonë me pas shpresë që ata fëmijë kanë me u udhëzu në rrugë të Zotit, dhe udhëzimi është përmes lutjes. Dhe hidajeti, pra hidajeti është udhëzimi është vetëm prej Allahut. Prandaj na s'kemi çka me u brengos ose me humb shpresat ose me u dëshpëru, por duhet me u bë dakord me ato që je, mos m'ja miratu fëmijët tanë një punë të keqe, një vepër të keqe, por edhe mos me humb shpresën pra, sepse hidajeti, udhëzimi është vetëm prej Zotit. Vazhdojmë. Lutët Ibrahimi prap për 2 djemët e vetë pejgamber. Na si kemi fëmijët pejgamber edhe prap lutemi ky për fëmijët e vetë që profet kanë qenë, prap edhe ky lutët pra. O Zoti ynë, më falë mua dhe prindrit e mi, edhe tërë besimtarët atë ditë kur do të jepet llogarit. Rabbena gfirli ve li valideje ve lil mu'minine yawma yakumul hisab. Dhe ti, kurse si mos mendo se Allahu është indiferent ndaj asaj se çka bëjnë mos besimtarët.
Ai I lëshon ata vetëm deri në atë ditë kur do t'u mbesin sytë hapur, pra rasti I vdekjes. Prandaj thot, dhe kur të vrapojnë me kryet lartë, pa I shikuar kush, e duke u ngutur, zemrat e tyre do të jenë të zbrasta. Ti tërhiq o vrejtje, no pejgamber. Njerëzve për ditën kur do të vi dënimi, e të thonë, ata të cilët kanë bërë mizori, o Zoti ynë, na le vetëm edhe pak kohë, do t'i përgjigjemi thirrjes tënde. Do më thënë, kur do t'a shohin vdekjen, kur do t'a shohin shkatrimin, atër do të fillojnë besimin në Zot, dhe kanë me thënë, o Zot, vetëm edhe pak kohë na jep. Mirë po, ja se çka I thot Zoti. Thot, o Zoti ynë, na le vetëm edhe pak kohë, do t'i përgjigjemi thirrjes tënde, dhe do të pasojmë profetët. A nuk patët bërë be pak më parë se nuk ka për ju shkatrim? Ju keni thënë gjithmonë, çfarë shkatrimi bre, çfarë Zoti? Tash Zoti e pyet. Dhe u vendoset në shtëpitë e atyre të cilët kishin bërë krim ndaj vetvetes dhe u është sharuar se si kemi vepruar me ata. Madje ju kemi sjell edhe shembuj. Dhe ata kur disin kurthat e tyre, edhe te Allahu I gjejnë kurthat e tyre, qofshin ato edhe për të shkatëruar kodrat, dhe kur mos llogarit se Allahu do ta mohoj premtimin e vet për profetët e vet. Allahu është me të vërtet I fortë dhe I ashpër. Atë ditë kur toka të zëvendësohet me jo tokën, si edhe qiejt dhe të dalin të gjithë para Allahut të vetmit fuqiplot, atë ditë do t'i shohësh mëkatarët të lidhur në pranga bashkarisht, njëri me tjetrin. Robët e tyre do të jenë prej robët e tyre do të jenë prej rëshire, kurse fytyrat e tyre do t'i mbuloj zjarri, se Allahu shpërblen secilin sipas asaj që ka fituar. Allahu është padyshim I shpejtë në llogari. Ky Kurani është kombëtim për njerëzit që t'u tërhiqet vërejtja dhe ta dinë se vetëm Ai është një Zot dhe këshillon ata që kanë mend. Kaq pra të nderuar miq, e pat pra të nderuar miq se çka fliste Zoti në Kur'an për besimtarët dhe për jo besimtarët. Ne pra si çdo herë në këtë shkollën e diturive kuranore e bëjmë vetëm një lexim letrar dhe komentim pra letrar të verseteve kuranore. Pra nuk ndalemi në tefsir, në komentimet e thella, sepse ndoshta për një faqe të Kuranit do të na duhej 10 ditë. Nëse kalojmë në shpjegime ma të duhura, ma konkrete, ma të gjëra, me lloj se veç tefsire ka ma se 100 e kusur lloje tefsireve. Sadaqallahul aliyyul azim. Fjala e Zotit lartësuar qofte është e vërtetuar. Natën e mirë.